Fantini Group, ose ndryshe Fantini Wine. Niente, l'idea di creare Fantini è stato il sogno di poter portare nel sud Italia. Il mercato albanese è un mercato che sta crescendo molto bene. Është një krenari dhe për ne kjo sinqerisht. Më pëlqen shumë edhe kuqet e bardha dhe sot kam provuar disa vera shumë të mira. Eventet janë gjithmonë surprizë për këdo, aq më shumë për tregun shqiptar. Në një botë verash, një botë që pak e njohim. I know I'm in your head. I know I'm in your head. But she's laying in your bed. I bet you wish you're out there instead. I know I'm in your head. Fantini Group, ose ndryshe Fantini Wines, themeluar në vitin 1994 në rajonin Abruzzos, Itali, nga një grup sipërmarrësish të udhëhequr nga zoti Valentino Scioti. Ky grup operon në disa rajone të Italisë: Abruzzo, Toskana, Puglia, Sicilia, Basilicata, Campania. Gjithashtu operon dhe në rajone jashtë Italisë, si Spanja. Ky grup bashkëpunon me rrjete të mëdha kultivuesish dhe kantinash, të cilët krijojnë atë që quhet Fantini Group dhe është ndër eksportuesit më të mëdhenj në Itali. I know I'm in your head. Fituesi 10 çmimeve ndërkombëtare nga Mundus Vini, Berliner Wine Trophy, Luca Maroni dhe Gambero Rosso. Fantini Group ka hyrë në tregun shqiptar nëpërmjet bashkëpunimit të disa vjeçar me kompaninë e importit dhe distribucionit LM Commercial. Ky grup është një nga bashkëpunëtorët kryesor të LM-s, pasi zë një pjesë të madhe të portofolit të produkteve të tyre. Ndryshe nga kantinat e tjera, Fantini është një grup dhe ky është pikërisht qëllimi i kësaj mbrëmje. Degustimi i etiketave të ndryshme, vera me karakteristika të ndryshme nga zona të ndryshme ku secili mund të gjejë guston e tij. Niente, l'idea di creare Fantini è stato il sogno di poter portare nel sud Italia un livello qualitativo molto più alto e una strategia di marketing, di presentazione che potesse aiutare i consumatori più giovani ad avvicinarsi a dei vini fatti con un concetto un pochettino diverso. Noi siamo una cantina che è partita in un modo molto differente dagli altri, perché abbiamo pensato di, piuttosto che comprare vigneti, aiutare tanti contadini a creare valore con i loro vigneti. E quando abbiamo iniziato nessuno riusciva a capire bene la potenza di questo progetto. Oggi siamo un'opportunità grandissima per far crescere dei territori. Penso che un'azienda, per avere successo pieno, deve non solo crescere lei, ma deve far crescere tutto il territorio. E forse noi in questo siamo riusciti molto bene. L'innovazione più grande che noi abbiamo fatto come azienda è che abbiamo creato dentro l'azienda una squadra di 21 enologi che avevano la missione di migliorare sempre di più il vino nel modo che trasportasse il sapore dell'uva integro nel vino, perché l'uva è una frutta che piace a tutti. Il vino abbiamo scoperto che molte volte non piaceva allo stesso consumatore che piaceva l'uva.
e quello era perché noi facevamo degli errori nella trasformazione. Infatti oggi i vini sono molto più fruttati e molto più facili da bere e da apprezzare. Oggi si dà molta più importanza anche al profumo di un vino, che ieri invece era un qualcosa che andava perso. Diciamo che siamo un'azienda che è molto attenta al consumatore e al massimo della sua soddisfazione. Io in Albania non torno da 20 anni. Come potete immaginare ho trovato un altro paese, un paese che è cresciuto in un modo incredibile, la ristorazione è cresciuta, ci sono tantissimi ristoranti in più, ma soprattutto la qualità della cucina è diventata altissima e questo per me è una cosa bellissima, perché ho visto un po' la stessa crescita che abbiamo fatto noi come azienda per diventare una delle aziende più di successo d'Italia, ha fatto questo paese nello stesso periodo. Guarda, la collaborazione tra di noi è nata perché ogni produttore sogna di lavorare con il miglior distributore che c'è sul mercato e ogni distributore sogna di avere i migliori vini che ci sono. Diciamo che è stato un matrimonio perfetto perché ci siamo incontrati e il successo della collaborazione è stata immediata. Penso che oggi non è più il caso di parlare di potenziale, perché siamo già una realtà sul mercato e i consumatori hanno dimostrato di apprezzare tantissimo i nostri prodotti, sia per una qualità molto alta sia per il fatto che abbiano dei prezzi molto convenienti e sia perché hanno una presentazione bellissima. Forse questi sono i 3 elementi che possono definire la chiave del successo. Io credo che guardando al futuro tra di noi prendiamo l'analisi del mercato che si sposta sempre di più verso i bianchi e rosati, e dopo il grande successo che abbiamo creato per tutti i vini rossi, ora la nostra sfida sarà quella di conquistare i consumatori locali con i vini bianchi e rosati, e credo già che siamo partiti nel modo migliore. Çfarë prisni nga tregu shqiptar? Il mercato albanese è un mercato che sta crescendo molto bene, che ci sta dando delle grosse soddisfazioni e come città e paese sta sviluppando molto, per cui abbiamo un forte legame con l'Albania, per cui crediamo che questo mercato sia un mercato in cui ci potrà dare delle grosse soddisfazioni nel futuro e già ce le sta dando. Cilat janë disa nga etiketat që ju preferoni më tepër? Io sono una persona che ama i vini molto intensi, per cui i vini della Puglia sicuramente sono i miei preferiti. Abbiamo dei vini che sono veramente speciali, soprattutto fatti con dei vigneti che sono molto vecchi, con delle vigne che hanno quasi 100 anni e riescono a dare un prodotto che secondo me è unico. Per cui sicuramente i primitivi di Manduria che abbiamo, quel primitivo di Manduria Leggenda, è uno dei miei vini preferiti. Si ka qenë dhe si e parashikoni bashkëpunimin me LM Commercial? Innanzitutto ringrazio i nostri partner che sono veramente fondamentali, perché sono i nostri occhi, le nostre mani sul mercato. Siamo molto orgogliosi di essere rappresentati da loro, stanno facendo un lavoro incredibile, siamo veramente nei migliori ristoranti e nei migliori distribuzioni che abbiamo, per cui siamo molto felici della distribuzione che LM sta facendo e siamo convinti nel prosperoso futuro che avremo con loro. Noi abbiamo un rapporto con LM che è di lunga durata e soprattutto il bello di lavorare con questa azienda è un'azienda in cui ci si capisce al momento, è un'azienda in cui siamo sulla stessa linea d'onda e riusciamo a capirci solo con un attimo. Per questo motivo è come mentalità Fantini, la nostra azienda, ha la stessa mentalità che ritroviamo poi in LM, per cui crediamo che questa azienda sia un'azienda sulla quale vogliamo puntare e avremo un grosso futuro insieme. Si keni parë Shqipërinë? Mund ta përshkruani me 3 fjalë? Per me l'Albania è un posto che ho scoperto da 10 anni, ho visto i cambiamenti che ci sono stati, credo che sia uno dei posti dove passo il tempo migliore, un posto dove del mangiare, si mangia da Dio
e veramente è un posto che è bellissimo a livello di natura, per cui consiglio a tutti di venire in questo paese che è veramente incredibile e lo consiglio veramente a tutti. Zoti Beqiri, ku konsiston eventi sotëm? Vendi sotëm konsiston të pjesa një bashkëpunimi shumë të frikshëm, shumë gjatë në kroshtrirje që kemi me një nga kompanitë më preciziose italiane, që është grupi Fantini, që ka një pjesë shumë të madhe të territorit italian dhe me gjëra që e thamë pak më parë në Spanjë. Dhe mendoshim që kishte ardhur koha që kjo kompani të prezantohet densisht me duke ftuar gjithë restoracionin dhe një klientelë shumë të pasur që grupi jonë që ka sot në Shqipëri dhe me gjërë dhe në jemi dhe në Kosovë. Dhe për këtë lloj gjë, duke lidhur dhe me gjërën e ciklistëve që ishin sot në Shqipëri, fati madh i Shqipërisë dhe gjithë botës që e pa gjërën nga Italia. Dhe është një krenari dhe për ne kjo, sinqerisht, dhe ne me që përfaqësohemi me Fantini Group Wine, me një buqet festivali verësh pa fund nga gjithë zonat dhe sot njerëzit po e shohin vetë duke filluar nga zonat kryesore të Italisë, që nga Toskana, Puglia, Abruzzo e me gjërë që grupi Fantini ka, dhe ne përpiqemi bashkë me grupin Fantini përzgjedhim dhe të sjellim verët më të mira në tregun shqiptar për të dhënë një buqet të verëve më ekselente që shqiptarët i provojnë sot në Shqipëri. Çfarë risie ka sjell Fantini Group dhe si e plotëson Fantini Group portofolin e verave, produkteve tuaja? Te pjesa e grupit lëmë komercial, Fantini Group zën vendin kryesor. Për vetë faktin që ka mbi 7-8 përllus, kantina të veta të regione të ndryshme të Italisë, duke përfshirë dhe Spanjë, që thamë pak më parë, bëhet shumë e rëndësishme. Sidomos dhe për shije shqiptare, është një kantinë që i përmbush më së miri të gjithë gustet e të gjithë shijeve të gjithë shqiptarëve. Dhe shohim që eventet e lëmë komercial shtohen muaj pas muaj. Çfarë presim në vazhdim? Keni organizuar diçka, një event tjetër? Absolutisht po, me që kompania e lëmë komercial është një kompani shumë e madhe sot. Ka në portofolin e saj mbi 40 importues që ne i sjellim në Shqipëri, nga fusha ndryshme, si të vereve, të distilateve, të ushqimeve, dhe kjo bën që kompania lëmë komercial të ketë çdo muaj pothuajse evente. Kemi një pauzë pushimi qershor korrigues dhe vijojmë me një nga kantinat e famshme të botës, që është Leral me konjakun, që shumë shpejt do t'jeni edhe ju prezent për të bërë një prezantim të një konjaku fantastik që ka sot bota. Benjata, je konsumuese verës, cila verë të pëlqen më shumë, e bardha, e kusha, çfarë konsumon? Atëherë, nuk jam një konsumuese shumë e mirë e verës, gjithashtu më pëlqen ndonjëherë ku dal me shoqet të provoj një gotë vere. Më pëlqen shumë edhe kuqja dhe bardha dhe sot kam provuar disa vera shumë të mira. Cilat ishin disa nga më të preferuarat? Atëherë, kam provuar një Calice di Vino, një gotë vere, Negro Amaro nga Puglia. Mendoj që ishte një nga verat më të mira për një person që nuk është një konsumues e verës. Është një verë e lehtë, e ëmbël dhe mendoj që mund përshtatet shumë mirë me çdo lloj pjate. Kisha disa vera tjera që provova, të gjitha në të gjitha vendet të ndryshme e Italisë, mendoj që ishin shumë të veçanta dhe shumë të mira. Dhe ky event është një event shumë i bukur, e keni organizuar shumë mirë dhe ju përgëzoj për këtë iniciativën, sepse mendoj që Shqipëria ka nevojë sa më shumë për ushqime, për verat italiane, çdo gjë italiane është sigurisht e mirë. Si vlerësoni eventin e sotëm dhe çfarë ju ka tërhequr më tepër nga Fantini Group?
Eventet janë gjithmonë surprizë për këdo, aq më shumë për tregun shqiptar. Duke menduar që vim nga një paese siç është Italia, me një histori të gjatë për sa i përket verave, historitë të tyre, gustimeve të tyre dhe traditës që ka rreth verës, do të thotë që eksperiencat e marra nga vitet të tëra pune, Shqipëria e përfiton këtë, themi, në një kohë të shkurtër mund të marrë një eksperiencë të gjatë. Thënë kjo, me pak fjalë, vjen që evenimentet të tilla janë të interesante, sa për tregun shqiptar, aq për komercon shqiptare, pa aq më shumë edhe për të njohur se deri ku ka arritur niveli komercial shqiptar për të hyrë në nivelet e larta të verave italiane. Siç pam sot gjithë regionet italiane, duke filluar që nga Puglia e duke mbaruar deri në Trentino, të gjitha bashk ose duke mbaruar me atë që ishte pjesë e kantinës spanjolle me El Capon, do të thotë që ne hymë në një histori, në një kohë shumë të shkurtër, marrim një eksperiencë pune të gjatë. Pra, tregu shqiptar këtë e përfiton shpejt. Është një treg i cili ka nevojë për këtë eksperiencë dhe normalisht ka nevojë për këto evente. Normalisht kompania LM është gjithmonë pranishme, ne kemi edhe si një nga furnitorët konkret të bizneseve tona, dhe normalisht e respektojmë dhe prandaj jemi dhe sot këtu. Dhe falenderojmë për faktin që na jep të njohuri në një kohë shumë të shkurtër. Dhe cilën do vlerësonit si etiketën e preferuar, sipas shijes tuaj? Një primitivo, normalisht tani nuk e di se kam dorë, atë që po pi, një primitiv, po nuk do të thotë gjë që kjo që pëlqej unë është më e mira. Faktikisht të gjithë etiketat ishin të mira. Unë fola edhe me Valentinon, shkëmbyen pak biseda me titullarin e aziendës. Gjithmonë janë ato gustot që, si thë dhe ai që të gjithë fëmijët janë njësoj, normalisht çdo fëmijë ka karakteristikat e veta. Edhe jo shije, dikush e shef nga pjesa e forcës, dikush e shef nga pjesa e alkoolit, dikush e shef nga pjesa e aromës. Pra normalisht janë të mira, po secili në varietetin e vet ka fuqinë e vet të komunikimit drejt për drejt me klientin. Ilda, të pëlqeu eventi sot? Më pëlqeu sepse sot në gjithë zhurmën e Qiro Italia, një shkëputje totale, vjen në një ambient në Marriott Hotel dhe shkëputet nga gjithë realitetin, hyn në një botë verash, një botë që pak e njohim, pavarësisht se pretendojmë që e njohim mirë, në të vërtetë e njohim shumë pak. Pak mirësisht me bashkëpunimin tim me LM Commercial, kam disa vite që le të themi ka filluar si ajo pjesa e icebergut të zbuloj pak nga pak botën e verës, dhe ndërkohë kam kuptuar dhe kam njohur konkretisht kantinën Pantini për të cilën jemi sot, e cila është një zbulesë e vërtet, është një nga kantinat më të mira në Itali, por ndërkohë është shumë befasuese histori që tregojnë drejtuesit e kësaj kompanie. Valentino sot në prezantimin e vet tha, pas çdo çmimi, çfarë do lloj gjë që ndodh, vlerësime në Itali, vlerësime në Europë, të nesërme ne themi çfarë do bëjmë më mirë. Dhe për te verës ne marrim sa leksione jete aty na. Mësojmë kësaj gjëra që ne shqiptarë përgjithsisht kemi një eufori të tepërt edhe kur fitojmë diçka mendojmë që jemi të parët, por ndërkohë pasi je i pari, ju ta nisi çdo gjë nga fillimi. Kështu që për te verës mësojmë kësaj gjëra shumë të bukura për që janë mesazhe jete, mesazhe pune dhe ndoshta ndonjëherë na pëlqen më shumë historia se sa produkti, pavarësisht se produktet janë fenomenale. Pra krahasueshme dhe unë jam shumë e lumtur që sot ne degustuam dhe që këto produkte gjenden në Shqipëri, janë pjesë më të madhe të restoranteve të Shqipërisë, janë në notekat më të mira në vend, kështu që çdo njeri mund t'i provojë, mund t'i shijojë, dhe gjëja e mirë është që ndonjëherë trembemi nga çmimet që u bë çmimet më dha, por nëse do të shkosh në vendin e dur, edhe çmimet nuk do të jenë surprizuese dhe skandaloze siç ndodh përgjithsisht me abuzimet që ndodhin në Shqipëri. Faleminderit për intervistën, për kohën që më dhenë hapësirën tënde në Bordeaux Stream, anë gëzuar. Faleminderit që ndani me mua dhe gjithë stafin e Bordeaux kohën tuaj, energjinë tuaj, frymëzimin tuaj. Shpresoj që në të ardhmen të kemi më shumë punë të bukura edhe bashkëpunime të suksesshme.
I know I'm in your head, but she was laying in your bed. I bet you wish I was there instead.